kënaqësinë të hap të bashkëbisedim të forumit të zgjedhurëve vendor demokrat, tani në prag të këtij viti. Është një kënaqësi e madhe që e nisim së bashku vitin 2025. Jemi këtu me kokën lartë. Dua të falenderoj në emër të forumit të zgjedhurëve vendor gjithë këshilltarët që janë prezent sot, kryetarët e bashkive, kryetarët e këshillave të bashkisë, për një punë të madhe, jo vetëm gjatë fushatës së tyre zgjedhore, por edhe në përballjen me regjimin dhe me sfidat e zhvillimit vendor. Sot është një moment shumë i rëndësishëm për arsye sepse të zgjedhurit vendor, shqiptar, këshilltarët bashkiak, kryetarët e këshillave, e në veçantë kryetarët e bashkive tona, po përballen me një sër sfidash të cilat po mundohen që ta frenojnë, të marrin sa më shumë kompetenca nga të zgjedhurit tanë vendor dhe t'i pengojnë ata për t'u ofruar qytetarëve. Platforma jonë është shumë e qartë, ne jemi për një politikë afër qytetarit, ne jemi për ta çbllokuar këtë pengesë të madhe që është vënë përpara demokracisë lokale, përpara autonomisë lokale. Qeveritarët tanë lokal nuk janë më si qeveritarët e dikurshëm, të cilët kishin kompetenca gjatë kohës që qeveriste Partia Demokratike. Tashmë çdo gjë është kthyer në anormalitet. Të gjitha veprimet e kësaj qeverie janë mbi 15 ligje, të cilat janë marrë në mënyrë të ndërgjegjshme për t'i bllokuar dhe për t'i anatemuar dhe për t'i kthyer në vasal pushtetarët lokal. Kështu që krahas kësaj sfide që neve kemi me zhvillimin, me progresin, me evropianizimin e pushtetit lokal, me shërbimet ndaj qytetarëve, ne kemi edhe një sfidë të madhe për të rikthyer demokracinë në vendin e saj, për të rikthyer autonominë fiskale, për të rikthyer të gjitha ato burime të cilat qeveria në mënyrë djallëzore ju ka marrë qeveritarëve lokal. Por që të arrim për të kryer një reformë dhe për të fituar mbi gjithë këtë situatë të rënduar, ne patjetër duhet të bëhemi krah me Partinë Demokratike në këtë vit elektoral. Neve të gjitha energjitë, të gjitha kapacitetet tona duhet të vëmë në shërbim të lehtësimit të procesit të zgjedhjeve. Unë nuk dua që të zgjatem sepse ky është një bashkëbisedim i cili është ftuar nga kryetari i partisë tonë, profesor doktor Sali Berisha, për të cilin kam kënaqësinë të jap fjalën. Mirë mbrëma dhe një përshëndetje të përzemërt ju këtu, por dhe të gjithë këshilltarëve të Partisë Demokratike, drejtues qeveritarëve vendor të saj, zgjedhësve, atyre që u kanë votuar ju dhe t'ju uroj nga zemra një vit plot të mira, shëndet dhe fitore me 11 maj që vjen. Si fibra institucionale e pushtetit krahas parlamentit, këshilltarët dhe qeveritarët tonë vendor janë institucione jashtëzakonisht rëndësishme të opozicës dhe të Partisë Demokratike. Me zgjedhjen tuaj si drejtues të qeverive vendore dhe këshilltar, u shënuan një hap i madh
në dy aspekte. Partia Demokratike korrigjoi atë gabim fatal që bëri me zgjedhjet lokale të vitit 2019, por nga ana tjetër, Partia Demokratike faktoi apo realizoi të paimagjinueshmen në çë kuptim, në kuptimin më të vërtet të kësaj fjale. Në zgjedhjet 13 majt, 14 majt të vitit 2023, ne hym në zgjedhje pa vull, pa flamur, pa emrin e kryetarit në fletë votimi, pa asnjë qindark financim. Asnjë qindark financim. Pa përfaqësues tanë në komisionet e numërimit, në gjysmën e komisioneve. Dhe ne, në tërësi si opozit, morëm 600.000 vota, qindra mira këshilltar, fituam dhe disa nga bashkit e vendit. Pra, zgjedhjet që ishin parashikuar të ishin elimimi përfundimtar i opozitës si faktor elektoral, në fakt shqiptarët provuan të kundërtën. E vështirë shumë, pavarësisht nga propaganda mashtruese e qeverisë, por unë ju them ju që është shumë e vështirë të gjesh një kazus, një rast të tillë në histori, ku një forcë politike e privuar nga të gjitha këto të arri një rezultat që arritëm ne me 14 maj. Në një kohë kur narkoqeveria përdori çdo lloj mekanizmi, përdori shtetin kriminal elektoral dhe bandat e tij, përdori industrinë e blerjes votës dhe të friksimit shqiptarëve, përdori propagandën mashtruese. Të gjitha ato, por mbi 600.000 votues shqiptar votuan kundër asaj. Pse ndalem në këtë analizë? Ndalem në këtë analizë më së pari për të shprehur bindjen time më të thellë se sot forca politike e cila në ato kushte shtodhe izolimin më të thellë më të pamerituar, ja doli të marrë 600.000 vota nga shqiptarët në këto zgjedhje. Do t'jetë forcë politike së bashku me opozitën e një fitorie të thellë, e një fitorie të merituar. Dhe ne nuk kishte asgjë më të pamundshme, asgjë, se në kushtet e një diskriminimi total, ullur në gjallë nga një karriu, në kushtet e një diskriminimi total, e një terrori të vërtet banditesk, e një shteti kriminal elektoral,
e akteve më brutale, me listat, me bandat, me patronazhistët, me aktivistët e tjerë, të votoheshe nga 600.000 shqiptarë. Në historinë elektorale të këtij vendi ajo do metet habia elektorale e Partisë Demokratike dhe opozitës. Ku jemi sot? Sot në 2023 ishim të përçarë, ishim pra pa emër në flet votimi, ishim pas 100 darkë financim, ishim në përballje me mafjen më të rrezikshme të rajonit të rajonit dhe të Europës, por dhe të botës me George Sorosin. Nësa sot, jo që jemi të izoluar, po jemi forca politike me mbështetur, me 3 rezoluta ndërkombëtare, të cilat faktojnë, një për një, ato që ne kemi deklaruar para shqiptarëve në mënyrën më të përsëritur. Ju jeni dëshmitar, me të drejtë, shumë të drejtë, qytetarët kanë shtruar pyetjen: si po e mbroni votën? Pse nuk po mbroni votën? Po sot, se cili për jush, se cili për i nesh, i thot çdo shqiptari, se në rast se 3 rezoluta ndërkombëtare damkosën zgjedhjet në Shqipëri, dhe deklaruan se Shqipëria zhvillon farsë elektorale dhe jo proces zgjedhor, dhe deklaruan se Shqipëria është narkoshtet, se në Shqipëri shteti dhe krimi janë një sipërmarrje përbashkët, unë mendoj se kjo është mbrojtje botërore e votës. Jo vetëm shqiptare, por dhe botërore. Vota nuk mbrohet me Kalashnikov. Zgjedhjet nuk zhvillohen me qetat armatosura, as bandat armatosura. Por ne ja dolem. Tu japim ndërshkimin e meriturën ndërkombëtare atyre që preken votën e shqiptarëve. Kjo është e vërteta. Cili do është i ftuar të lexojë rezolutat? 108 parti të Internacionales Demokrate të Qendrës, 87 parti të Unionit Demokrat Ndërkombëtar, 83 parti të Partisë Popullore Europiane, që të gjitha sankcionuan rezolutat e tyre narkoshtetin shqiptar dhe qëndrimin e tij ndaj zgjedhjeve. Kjo është një arritje shumë e madhe. Ju garantoj se pa procesin e 14 majit, kjo nuk do mund të bëhej. Jo. Bëri gjithçka Edi Rama që të braktisim zgjedhjet. Po të braktisje zgjedhjet do thotë braktisje betej. Beteja vazhdoi. Edhe pas zgjedhjeve, gjersa zgjedhjet morën dënim ndërkombëtar. Pse unë ala në këtë analizë shkurtër? Unë ala për të theksuar se Partia Demokratike dëshmoi një vitalitet të jashtëzakonshëm.
përpjekje çnjerëzore u bën për ta shuar këtë forcë. Ajo u bashkua, është në këmbë më fuqishme se kur, shkon drejt zgjedhjeve më sigur se kur në fitore. Për çdo shqiptar, ne sot jemi ata që bëm avokatin në radhë parë të votës ti. Por bëm avokatin, jo vetëm të votës. Bëm avokatin edhe të pasurisë kombëtare, edhe të fondeve buxhetore. Kur në njëherë në historinë e këtij vendi nuk kanë qenë në tryezh siç janë sot të operacionit, siç janë qeveritarët e sotshëm. Se cili më i damkosur se tjetri. Se cili më i diskredituar se tjetri. Si opozit, kemi bërë opozitën më eficiente që është bërë ndonjëherë në këtë vend. Me dokumenta, me fakte, me dokumenta, me fakte. Por, pas një lloj kompromisi. Komisionet hetimore parlamentare nxorën të gjithë shëmtin e vjedhjeve të papërmbajtura të qeveritarëve. Edhe 3 jetë po të kete dirama. Gur në qafë do të mbaj djegësin e Tiranës, 130 milion euro të zhdukura. Asgjë nuk do mund të shpëtoj atë nga jo vjedhje pa ndigjuar në njëherë në histori. Edhe 3 jetë po të kete dirama. Afera e sterilizimit me beqen e ti, me cilën rritën çmimet 83 herë, çmimin e sterilizimit për të vjedhur, nuk i shpëton dot më. Kur të fluturoj në qiellin tokë, lubiloti, nuk del kur, nuk shpëton kur nga krimet e shëmtura që ka bërë, duke ndarë një copë rrugë 13 kilometra në 14 lote, vetëm për të vjedhë në çdo lot, në çdo lot, në çdo lot, si të bënte Edi Rama me leje të ndërtimit të pallateve, jepte një hyrje, hyrjen e parë, hyrjen e dytë një leje tjetër, hyrjen e tretë një leje tjetër. Apo Erion Veliaj, i cili aplikoi në Bashkinë e Tiranës modelin më të pandigjuar të vjedhjes 100%. Po jo vetëm të vjedhjes 100% të parave të buxhetit, po një krim dhe shumë më i avancuar të shkatrimit të 10 pallateve të qytetarëve të Tiranës, për të rindërtuar aty pallate me 2 fishën e kateve dhe për të bërë milioner dhe miliardjer, për të rëtuar, siç keni pa ju, hotelin më të madh në Shqipëri, 20 kate në xham dhe kristal. Pra, u zbuluan një nga një lidhje të forta të krimit. Fillua nga Edi Rama, me Sinaloa e Meksikës. Me bandat shqiptare në Aruba, në Dubai,
për të mos thënë pastaj ta u lant me kompani. Pra, u nalan këto për të thënë se opozita qëndroi. Pavarësisht nga të gjitha format e presioneve, ajo i bëri gjyqin qytetar me dokumenta kësaj qeverie. Pse po ndalem në këtë? Po ndalem në këto sepse tani ne jemi në prag të zgjedhjeve të reja. Dhe tani jemi në kushtet pakrahasueshme. Kemi përballë një kundërshtar të diskredituar, të demaskuar, të friksuar gjerë në palcë për krimet që ka kryer, për vjedhjet të tmerrshme që ka bërë. Jo nga ne, po nga vetja e tyre, se sigurisht ligj është ligj. Nga ana tjetër, është opozita, e cila thash, edhe në kushtet më të papërshtatshme, fitoi 600.000 vota. Opozita e cila shkon e sigurt drejt fitores në zgjedhjet e 11 majit. Kemi përballë një kundërshtar në të cilin, në gjirin e cilit ka shpërthyer lufta e të gjithëve kundër të gjithëve. Se si e si të mund të kapin peng njëri tjetrin. Dashur miq, kur unë ju deklarova 3 javë më parë se Velica e famshme e Harabelit, 4 ditë para se ta bastisnin, e bëra publike, i tha shoqes vet, le të guxojë Edi Rama, se Erion Veliaj për 3 orë merr me vete, dhe koha provoi, se nuk ju deshën 3 orë, por brenda 36 orëve, Erion Velia e mori me vete. Kjo është e vërteta. Erion Veliaj me dosjen Zao Koka apo me dosje të tjera, ato nuk i di unë fare, po di një gjë, që djegësit e Tiranës e kanë vjedhë së bashku 130 milion euro. Di një gjë tjetër, që në këtë tokë nuk ka njeri që din më shumë për gjobat e Edi Ramës, për ndërtimet sa është din Erion Veliaj. 1 për 1. Dhe se nuk ka kryeministër në planet, nuk ka kryeministër në planet, që të firmos lejen për çdo ndërtim në territorin e Shqipërisë si Edi Rama. Të gjobis do të thot për çdo ndërtim në territorin e Shqipërisë. Këto Erion Veliaj i ka të regjistruara të gjitha. Ndaj dhe nga një të persekutuar totalisht, që e shifnin si një leproz, të më falin, do mënë se nuk më shkon këtë term, po ata sillin që ndajtin të mënyrë, tani e marrin krah dhe shkojnë në Itali dhe në vende tjera me te. Kërcen Rama nga Sevdaja i thonë kësaj, nga Erion Veliaj, po këto e në punë të tyre. Natyrisht, këto janë dhe avantazh për ne, nuk mund të themi. Nuk mund të themi jo. Tani, nuk ka paqë midis tyre. Jo.
por ne ecim të sigur drejt fitores. Ecim sigur drejt fitores sepse ne faktuam që jemi njerëzit që bëjmë të pamundshme të mundshme. Po. Së dyti, ne kemi studiuar me shumë përgjegjësi të gjithë problemet e mëdha me të cilat përballet qytetari shqiptar në këtë qeverisje. Ju jeni antar të parlamenteve vendore. Ju duhet ta dini se nga viti 2013 gjërë sot, narkoqeveria Edi Rams ka disponuar 65 miliard euro. 65 miliard euro. A mund të imagjinoni ju se çdo thot 65 miliard euro për Shqipërinë? Me 65 miliard euro, miqtë e mi, nga 2013 gjërë sot, janë shpenzuar për rrogat më shumë gjithsej 200 milion euro. Janë shpenzuar për pensionet më shumë gjithsej 220 milion euro. Por në qoftë se marrim rritjen e çmimeve, pra në qoftë se marrim rritjen e çmimeve, çmimet janë rritur nga 10 gjerë në 250% të mesatares së Bashkimit Evropian. Çka ka bërë që sirenat e varfërisë dhe të mjerimit të ulurin në mbar vendin? Gjë që ka bërë që të zbresim nga njerëzit më të paguar në vitin 2013 në rajon, në njerëzit më të keq paguar në rajon. Më të keq paguar. Në njerëz realisht, një pjesë është tragjik, është studimi i UNICEF-it, që thot 45% e shqiptarëve nuk ushqejnë dot fëmijët me 3 vakte. Nuk u japin 3 vakte ushqim fëmijëve. Ju i keni ndjekur se cila është situata katastrofale në spitalet tona. Unë ja u them ju se qëndrimet e kësaj qeverie ndaj të smurëve në spitalin onkologjik janë absolutisht krime kundër njerëzimit. Janë krime kundër njerëzimit. Qofse ti i len 3 vjet aparaturat kryesore të mjekimit të këtyre smurëve, ata nuk i merr smundja, i merr ti që nuk i mjekon ata, që i privon nga ilaçet. Por ju them ju, me keqardhjen më të madhe, kjo u evidentua, u zbuluar nga një gazetar guximtar që ka merit të jashtëzakonshme me atë që ka bërë. Ja u them shumë
sepse u përballa me një nga mafjet më të rrezikshme. Por absolutisht nuk është vetëm në spitale ajo situatë. Ajo situatë është e përhapur për fatkeq të shtetësinë tonë. Në akt të parë, në 2013 çfarë bën? Hoqën ligjin, ndryshuan ligjin. Ne nuk lejonim qarkullimin e ilaçeve në Shqipëri që nuk shiteshin në 2 vende të Bashkimit Evropian. Pse? Sepse abuzimi farmaceutik me ilaçet është i jashtëzakonshëm, është i njohur. Dhe ne nuk mund të midhim garancinë e laboratorit tonin, por midhim standardin evropian. Sa erdhi për kushërinë e burrit që ndan parat me te, e anulloj ligjin dhe vërshon këtu të tregu është i mbushur me ilaçe absolutisht shumë të pasigurta. Natyrisht Vilma bëhet çdo ditë fiton miliona. Vendosi check-upin, pristi. I përjashtoi pensionistët nga check-upi. Po të nqoftë se do bësh një kontroll. Check-upi nuk e përdorin vetëm me të pasura. Jo. Në këto grup mosha që përdoret nuk ka asnjë vlerë. I faktur. Do të bësh ti një check-up periodik pensionistëve, shumë mirë. Atyre mund t'ja u bësh. Ata i kanë përjashtuar me ligj. Dhe u jep pensionistëve një pension 170 euro pensioni mesatar në Shqipëri, 450 euro pensioni mesatar në Malzi. Le të thotë Edi Rama, si ka mundësi që pensionisti në Shqipëri, në një vend me shumë fishë e pasurive të Malit Zi, merr një pension të paktën 3 herë më të vogël se ai, si ka mundësi pensioni në Maqedoni të jetë 280% më i lartë se pensioni në Shqipëri? Si ka mundësi pensioni në Kosovë, një vend që sapo ka shpallë pavarësinë, është 30-40% më i lartë se në Shqipëri? Ju garantoj ju që në qoftë se Shqipëria administroi gjatë këtyre viteve 65 miliard euro, Kosova kur nuk ka administruar së bashku 30 miliard euro. Po ka një gjë. Çdo qeveri e zgjedhur nga qytetarët, ato të ardhurat që mbledh, radh parë ja u kthen qytetarëve. Mendon për qytetarët, ja u kthen në pensione, ja u kthen në rroga, ja u kthen në shërbime. Kurse këta i vjedhin. Ndërtojnë rrugë me 10 fishë e çmimeve. Ndërtojnë shkolla me 10 fishë e çmimeve. Zhdukin. Djegësi i Tiranës nuk ekziston. 200 milion euro, kjo është 130 milion, të tre djegësit së bashku 200 milion euro. Asnjë i Tiranës nuk ekziston, të dy të tjerë s'kan funksion. Nuk flasim për këto. Po të ndëgjosh, një herë citon Rama Lubin, një herë tjetër Lubia Rama. Kaq është gjithë binomi i tyre. Dhe besojnë se jo mbushen mendjen shqiptarëve. Po nafta me shtrenjtë Shqipëri se në Singapur. Nuk ka vend me shtrejtësi më të lartë se Singapur, ja u them unë. Po dhe të ardhët i ka nga më të lartat në botë, por naftën e ka më të lirë se këtu. Po pse ka më të lirë? Sepse këtu
nuk di një vend të dytë në botë që qeveria të tatoj 1.1 euro për një litër, të marrë taks 1.1 euro për litër naftë. Ky atë e bën. Atë e bën. Plus një kontraband të papërmbajtur. Kosova me 420.000 automjetë çdo ganor në vit 630.000 ton naftë, Shqipëria me 870.000 automjetë çdo ganor 560.000 ton naftë. Pra, të paktën minimumi 300.000 kontraband. Kjo është situata. Prandaj ikin shqiptarët, prandaj kanë ikin nga varfëria. Ikën. Prindrit nuk kanë mundësi të majnë vajzën, nuk kanë mundësi të majnë djalin. Shko gjaj fatin tënd. Nisu rrugët botës. Ky paksim i të mërshëm kombëtar ka në bazë vjedhjen e paimagjinueshme të tyre. Mos harroni, Enver Hoxha pjesën ndërmuese të buxhetit e fuste në bunker dhe në tunele. Ishte paranojak, se do përballoj NATO dhe traktatet e Varshavës. Kurse këta e vjedhin për vetëm, zotëri. Ai ndërtoi një vilë, po vilën nuk e regjistrojnë emër të tij. Ai ishte gjaksor, kishte kamp për përqendrimi, kishte skuadra pushkatimi, se diktaturat ideologjike këto tipare, por ai parat i futi në bunkere, kurse këta i fusi në kontot e tyre bankare. Se të kesh administruar 65 miliardë dhe të shohësh rasa gurin disa sheshe të qyteteve të vendit dhe asgjë tjetër, tuneli Llogaras 20 kilometra rrugë që i vur dhe trau, unaze e madhe, e cila në vend se të çliron të trafikun, ka krijuar probleme të reja të mëdha të trafikut, se përfundon e gjithë ai seksion i gjerë në Gryk Shishës për shkak të pallatit ministrit. Atje të Shqiponja, ndër Shqiponjë, të Casa Italia është pallati ministrit. Edhe atje, qytetarët presin një orë. Pra, kjo është gjendja. Mund të flasim gjerë nesër, por ne kemi zgjidhjen. Ne me qytetarët do flasim për zgjidhjen. Ne kemi zgjidhje të sigurta. Dhe ne ju garantoj ju se kur ndonjëherë nuk e kemi ndryshuar këtë vend më shpejt se çdo të ndryshojmë pas 11 majit. 3 muajt e parë, ne vendosim paketën e emergjencës. 200 euro për çdo shqiptar. Dhe këta janë qindra mira. Janë qindra mira që nuk marrin pension të plot, po marrin gjysmë pensioni. Janë qindra mira që nuk marrin 200 euro pension, po marrin nën 200 euro pension. Janë qindra mira që marrin ndihmë ekonomike me vlerat të pa konsiderueshme, do marrin 200 euro pension. Janë të gjithë të papunë që do marrin 200 euro papunësi. Çfarë do thot 200 euro? Shumë? Jo, se shumë. Pak është, ja u them. Por, jo mjerim. Nuk ka më mjerim. Me 200 euro ne i themi mjerimit nuk e vend në Shqipëri. Me 200 euro për person ne japim mundësi që çdo qytetar të ketë gjërat bazë, mos ketë lista, të ushqehet, dhe s'është kaq. Jo. Ky 200 euro do indeksohet me ligj. Pra, do indeksohet në përputhjet plot
me rritjen e çmimeve. Jo vetëm kaq. Ky 200 euro do shoqërohet me kartën e konsumatorit. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që të gjitha gjërat bazë që do t'i blenë me TVSH, do t'u rikthehet TVSH-ja këtyre. Tham, ne do përmbysim shpërndarjen e tharura në Shqipëri. Nuk shkohet kështu. Shoqëria po krijoi një hendek i tmerrshëm, i cili ose po i përpinte me mjerim, ose po i degtiste shqiptarët nga Shqipëria. Kjo merr fund. Jo, kështu është kjo. Është tragjike për ne. Huam diktaturë 45 vite duke ndërtuar tunele dhe dolem populli raskapitur. Huam tani 12 vite dhe braktisem Shqipërinë 1.099.000 shqiptar janë larguar nga Shqipëria. Kjo është e vërteta. Tani ne jemi në emergjencë, ndaj dhe çdo rrogult, çdo person me 200 euro, çdo pensionist do ketë kartën e konsumatorit. A ju do marrë? Sa është kjo? Specialistët thonë se është rreth 450.000 lekë, pra rreth 3 pensione. Nuk do jetë vetëm kaq. Jo. Energjinë elektrike do rikthehet fasho e mbrojtur. Jo me 77 siç ka qenë 2013, me 70 lekë. Do proporcionohet dhe çmimi i ujit. Nuk mund të paguajë. Se ky çfarë bëri ky? Çfarë bën këta? Këta për rrogat e larta u kujdesen në mënyrën më të zellshme. Këta rritën rrogat e larta në Shqipëri sa në Sloveni. Slovenia ka rrogat barabarta me vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian, më të larta në rajon. Në Shqipëri ka rrogat të larta më të larta se në Sloveni. Nuk e bën asnjë qeveritar i përgjegjshëm këtë, sepse ti je i detyruar të respektosh disa proporcione, përpjestime. Ti nuk mund të rrisish rrogën maksimale më shumë se 4 rroga mesatare. Ti nuk mund të marrësh si president 10 rroga të pastruesës, se ajo ka fëmijë, dhe ajo do t'i ushqej fëmijët. Çfarë pas ke ti që merr 10 rroga të saj? Siç ndodh këtu. Pra, do shpërndahen të ardhurat. Natyrisht rrogat e larta nuk do rriten. Gjersa ta rrihet në proporcionin 4:1. 4 rroga maksimale, 4 rroga mesatare. Sot është 10. S'duhet ishte kur kështu. Tani kemi rrogën minimale. Rroga minimale, për fat keq, është rrogë dominuese në Shqipëri. Të themi të vërtetën. Nuk mund të jetë më ndër 500 euro. Jo. Çdo punëdhënës duhet ta di se s'do mund të paguaj më në territorin e Shqipërisë njeri ndën 500 euro. Dhe nuk po bëjmë asgjë, vetëm po vendosim një standard që e ka çdo vend demokratik. Madje vendet tjera e kanë me orë pune. Orën e punës do ta paguash kaq. Kjo është bardhë, të jemi realist për sipërmarrjet, por garantoj çdo sipërmarrës se në këtë proporcion do lehtësohet me taksat, do lehtësohet me tatim fitimin, do lehtësohet me taksën e importeve, do lehtësohet me sigurime shoqërore dhe natyrisht
nuk do jetë i humbur nga vendosja e kësaj rroge. Po kjo rrogë do vendoset. Shqiptarët s'do mund të paguhen më nën 500 euro. Dhe kjo si fillim. Rumania në vitin 2013 kishte rrogën minimale 160 euro, 800 lej. Sot e ka 3.300 lej. E ka rritë 4 herë pra. Po sigurisht, për të ke respekt, ke detyrim. Kurse këtu, shkon në Rumani punëso. Se këtu si jeton dot. Pra, ky është dhe ky do jetë. Ne do kemi programin ton për të përndjekujt politik. Kemi punua, por tani shpejti kemi një tryez me ta, sepse duhem të ndigjojmë sugjerimet e tyre. Do kemi programin ton për pronarët. Janë rikthyer ligjet e kos 45 këtu. Po. Marrin fund ato. Pra, do kemi programin ton për shtetësinë, do kemi programin ton për arsimin. Programet tona do jenë transformuese. As një ndyshje, as kush duhet të ketë ndyshje. Në një buxhet 8 miliardë 200 milion, të lësh 16 milion për 780.000 pensionistë, nuk ka akt më të cinike më të pashpirt. 1.512 i thonë kësaj. Po si mundet kjo? Këta njerëz kanë shkrijet e vetë, muskujt, kanë kontribue, çfarë në profesionin e tyre, në çdo fush. Dhe ti i trajton në këtë mënyrë, dhe u thua se fajnë e kishte ky, fajnë e kishte ai. Çfarë faj? Ne i dy fishuam. Ne gjetëm një pension 36 euro, e bëm 82 euro. Ne gjetëm një pension mesatar 105 euro, e bëm 145 euro. Ne gjetëm një pension maksimal rreth 210 euro, e bëm 250 euro. Çfarë kishte këtu? Çfarë ndodhi me këto pensione? Këtë e di çdo pensionist. Se ka fajnë ai thot. Gënjeshtar. Do të justifikosh cinizmin që ke treguar ndaj pensionistëve. Ndaj dhe ky është nafta. Ja u thash, nuk do mund shitet kur më shtret 10%, plus minus 10% se Kosova dhe Macedonia. Ne prodhojmë 1 milion ton. Kosova s'prodhon një kovë naftë, as Macedonia. E importojnë nga Durrësi. Nga Durrësi, nga një marrin Durrës dhe e çojnë në Prishtinë dhe u del me lira aty në 30-40%. Pse e bëra këtë analizë? Do ta bëni kudo. Sepse ne me të vërtet mund ta transformojmë shpejt Shqipërinë. Shqipëria ka nevojë për shpejtësi, ka nevojë për ndryshime shpejta. Dhe rikthejmë shpresën. Pastaj një seri programesh tjera, por këto të gjitha këto kërkojnë angazhimin tuaj çdo ditë 24 orë 7 ditë javës. Ju jeni qeveritarët e Partisë Demokratike, parlamentarët vendorë të saj. Në këtë fazë që jemi, pra krahas angazhimit tuaj tek zgjedhësit për programin, për shpjeguar këtë program, detyra juaj është të regjistroni të gjithë problematikat lokale, në mënyrë që ato të gjejnë pasqyrim në programin ekonomik, social të Partisë Demokratike.
detyra ju është lupen mbi këta hajdut që nuk kanë të ndalur. Iku Gjushi, ishte luli Gjushi sa vjetë kjo sako, ju s'mund ta imagjinoni ju. Është si me qenë motrë siameze me Erion Velin, kjo e Durrësit. Apo Beneti, apo Pjerini, apo ky i Elbasanit, apo ai Peleshi Korsh, sa i vllas siamez, ky fili është si me qenë vllas siamez me Niko Peleshi. Një lloj, si thuj Pelesh, si thuj ashtu, një lloj janë të dy ata. Pra kudo, sot po hynë të dilte ajo i Lushtjes. Kësë këta vetëm hajdut, këta një band hajdutësh. Prandaj, ju me lup të gjithë dërmëtarin e tyre. Koha është e ngusht. 4 muaj janë, as 4 muaj nuk janë tamam. Këto zgjedhje ka një risi të madhe. Vota e emigracionit dhe diasporës. A na ka gjetë të përgatitur kjo? Jo, s'mund të themi, se s'kemi praktik. Por, a është kjo një zhvillim historik në historinë e zgjedhjeve në Shqipëri? Po, është kjo. Sepse këte vite tutje, mbi 1,5 milion shqiptar do ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar për vendin e tyre, në vendin e tyre. Dhe kjo është një gjë shumë e madhe, sidomos për ne që jemi parti e lirive dhe drejtave të njerëzit. Tani, ky është një problem shumë më i madh se ç'mund ta imagjinojmë ne, sepse përballë konstituencës kombëtare në Shqipëri, që është 28.000 km2, është planeti. 100 milion kilometra. Shqiptar në të 4 anët e tij. Shqiptar kudo. Vetëm me angazhimin e secilit për jush, e çdo drejtuesi, e çdo deputeti, e çdo këshilltari, e çdo demokrati dhe demokratje, ne mund të arrijmë të ashtrojmë votën e emigracionit dhe diasporës në levën e Arkimedit për fitoren e opozitës. Nuk i duan këta. Ata kanë ikë nga Edi Rama. Ata kanë ikë nga vjedhët e tyre. Ata kanë ikë nga mospasja shumicës e tyre. Ja ku e kam këtu. Ja ku e kam. Grafikun e tyre. Grafikun e tyre, i cili fakton se nga vitin 2007 në vitin 2013. Ja. Shikojni lutem. Nga vitin 2007 deri në vitin 2014, populata në Shqipëri u rrit nga vitin vit. U rrit nga vitin vit. Nga vitin 2009, vitin 2011-2012, u rikthyen në Shqipëri 180.000 familje emigrantësh dhe emigrantë erdhën të votojnë. Pra, ne këte zbrazje të madhe që i ka bërë Shqipërisë me vjedhjen, ne do të analojmë, do të stopojmë. Por kjo kërkon kontributi e gjithë tyre që janë larguar.
votën e tyre, dhe ata do mund të marrin pjesë në qoftë se ne i ndihmojmë, në qoftë se ne i orientojmë, në qoftë se ne i kontaktojmë, në qoftë se ne flasim me ta. Tani që t'jem konkret me ju. Mëram, një deputetje jona, Elda Hoti, më dërgoj në WhatsApp regjistrimin e që një demokrat i familjes saj kishte bërë në Kanada. Sa thoni ju? 500 emigrant. Këti demokrati i shpreh mirënjohjen më të pakufishme. Ama 500 emigrant kishte edhe i kishte dorëzuar me listë. Dhe një morën do i evidentoj. Një njeri ishte. Si kishte regjistruar? Ishte përkushtuar. A ishte përkushtuar. Me të gjitha ata që njifte, që njëhin zinxhir. Tani, në qoftë se ne nuk njekrim shembull e këtij demokrati, ne nuk i përgjigjemi dot detyrës që kemi. Dhe do t'u them një gjë ju, që në çdo betejë, nuk ka gjë më të pazëvendësueshme dhe më të rëndësishme se shembulli personal. Parimi i parë i udhëheqësit është duhet të udhëheq për shembull personal. Edhe ju si parlamentar të qytetarëve, udhëhiqni me shembull personal. Prandaj këtu bashkë do caktojmë një numër që do marrim për çdo këshilltar, i cili mjafton të mbyll syt dhe ju them që në 98% të rasteve ka rrezik të ketë më shumë jashtë se brenda nga njerëzit e tij. Por çfarë faktoi fushata e Donald Trumpit? Fushata e Donald Trump faktoi se kjo ishte një nga levat kryesore të fitores. Makineria elektorale e presidentit Trump u bazua pikrisht në drurin familjar të secilit. Do më thënë, detyra jote është që të bësh check-upin e gjithë drurit familjar, ku i ke, ku si ke, dhe t'i binish ata që të votoj. Në fakt i funksionoj shumë mirë. Në fakt i funksionoj, se ka shumë mënyra përballje të tërheqjes në votim. Por kjo mënyrë u faktu eficiente. Atyre kjo u funksionoj. Prandaj dhe ne, duke ndjekur procesin, duhet ta shndrojmë këtë mënyrë në mënyrën tonë kryesore të fushatës. Me laps dhe letër, të gjithë gjinsin tonë familjar, me krushqi, me akraba, çfarë kemi, çfarë s'kemi. Dhe do e shifni ju si do t'i shumojmë votat ne. Ndaj dhe ku janë, kus janë, shqiptarët, nga Afrika e Jugut, Zelanda e Re, në Kepin e Veriut, ne do bëjmë gjithë çka t'i regjistrojmë dhe mund t'i regjistrojmë. Bëjmë një mision, i ndihmojmë të
të gëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese, por i bëjmë bashkautor në një rotacion me rëndësi historike për Shqipërinë dhe shqiptarët. Është rradha jonë, është rradha jonë, është rradha jonë. Se haruam të përmendim në fillim, dhe falënderime edhe për ardhjen këtu në këtë bashkëbisedim dhe të sekretarëve të pushtetit lokal në çdo deg. Falni që. Tani mediat i falënderojmë se kemi edhe një pjesë private